Vendi ynë po përjetoni nga transformimet më të mëdha demografike për gjatë dekadës fundit, nga rreth 34 vjeç që ishte mosha mediane, 11 vite më parë, për gjatë këtij viti është rritur në 45 vjeç dhe në një situatë tillë, kompanitë po detyrohen të marrin punonjës nga vendet e tjera, në mënyrë të veçantë nga Filipinet, nga India dhe nga vende tjera. Një problem i tillë trajtohet edhe në strategjinë e zhvillimit të bizneseve periudhën 2026-2030 që e diskutuam pak më parë. Në lidhje pikërisht me sfidat e punës, do diskutojmë me zotin Arber Xhiani, eksperti i tregut të punës. Arber, mirëmëngjes, mirë se erdhët. Mirëmëngjes juve, faleminderit mbështetjes. Sigur se e tham, mosha mediane është rritur ndjeshëm me rreth 10 vite e pak për gjatë 11 viteve të fundit. Cila mendoni se duhet të jetë qasja e autoriteteve e bizneseve, sepse deri tani ne kemi diskutuar zgjidhja është gjendur duke importuar punonjës kryesisht nga Filipinet dhe nga India. Në fakt është një problematik, Lidion, e cila ka pasoja të drejtë për drejta mbi tregun e punës, por janë disa faktorë të cilët nuk lidhen drejt për drejt me të. Pra, kemi faktor demografik dhe faktor social, të cilët do duhen që nëpërmjet politikave të mirëmenduara dhe të kujdesura të implementohen në mënyrë për të frenuar pikërisht së pari largimin e asaj fuqie punëtore të cila është në moshë më të aftë për punë dhe e dyta për të garantuar disa të drejta sociale punonjësve në mënyrë që zgjidhja e tyre për gjetjen e një punësimi të qëndrueshëm të kërkohet në territorin e Shqipërisë dhe jo jashtë saj. Ndërkohë, për sa i përket strategjisë, është strategjia për zhvillimin e bizneseve për periudhën 2026-2030, por në këtë strategji në mënyrë të veçantë përmendet edhe nevoja për aftësimin jo vetëm të punonjësve, por njëkohësisht edhe të sipërmarrësve, të drejtuesve, të menaxherëve të bizneseve. Çfarë rëndësie ka kjo pikë, Arber? Ngushtimi i ndekut që ekziston aktualisht në tregun e punës. Tregu i punës aktualisht ka një ndek shumë të madh midis atyre profesioneve apo aftësive të cilët realisht ka nevojë dhe atyre profesioneve apo aftësive të cilët punëmarrësit mund të vendosin në dispozicion. Në fakt jemi në një moment ku përqindja e papunësisë është në nivelet më të ulta historike, por ndërkohë kemi shpesh herë dhe kërkesa nga kompani mbi profesiona apo mbi vende të lira të punës të cilët realisht nuk mundet që të gjejnë profesionistë në Shqipëri për shkak se tërësisht ato formime apo ato specializime mungojnë. Dhe për këtë arsye ka pasur një diskurs prej vitesh tashmë që tregu i punës apo ata punonjës të ri të cilët përgatiten për të hyrë në tregun e punës të orientohen drejt profesioneve, të orientohen drejt aftësive, për të cilat tregu i punës realisht ofron mundësi dhe ka aftësi të menjëhershme që të përfshijë dhe të plotësojë me punësim të qëndrueshëm këta individ. Kjo është një problematikë që ndeshet shpesh jo vetëm në Shqipëri, por edhe në vendet më të zhvilluara, për shkak se ka pasur dhe një tranzicion dinamik të tregut të punës dhe të sipërmarrjeve në tërësi, pra janë kaluar nga ato aftësi tradicionale tek disa formime më të specializuara, sidomos në fushën e IT-s apo në fushë ku zhvillimi ka qenë shumë i shpejt vitet e fundit, dhe kjo normalisht nuk është shoqëruar me një dinamizëm të njëjtë mbi riaftësimin e fuqisë punëtore dhe përthithjen e informacioneve të reja dhe aftësive të reja. Gjithmonë duke lidhur jo vetëm aftësimin e punonjësve, por aftësimin e niveleve menaxheriale me zgjerimin e bizneseve. Bizneset vogla janë mbi 95% në vendin tonë, të voglat mesme përbëjnë thuajse 99% të bizneseve. Dhe ka një ngërç njëkohësisht, Arber, në lidhje me pamundësinë për të zhvilluar këto biznese. Aftësimi profesional i niveleve menaxheriale ndikon njëkohësisht edhe në një zhvillim të mëtejshëm të vetë bizneseve? Në fakt, numri i lartë i bizneseve të vogla dhe gjithashtu dhe një element tjetër shumë i rëndësishëm, bizneset të vogla të cilët kryesisht drejtohen nga familjar apo drejtues të cilët shpeshherë nuk e kanë formimin e nevojshëm për të qenë
në role menaxheriale apo në role drejtuese, bën që politikat e brendshme të kompanive të mos ndjekin ato standarde dhe ato procedura të mirënjohura të huaja, të cilët kanë sjellë zhvillim të sipërmarrjeve globalisht. Në një moment ky ku ndodhemi, ku kërkohet një akses në tregjet më të gjëra se sa tregu vendas, atëherë do duhet me patjetër që dhe sipërmarrjet të riformatohen dhe tashmë të riformohen mbi disa procese të mirënjohura në mënyrë për të qenë konkurruese në këto tregje, të cilat me të vërtetë japin mundësi shumë të mëdha, por njëkohësisht kanë të disa kërkesa të shtuara në mënyrë për të përshtatur dhe për të ndryshuar qasjen të njëjtë me biznese europiane apo biznese ndërkombëtare. Dhe pikërisht ky riformatim i qasjes së roleve drejtuese të kompanive do duhet të bëhet së pari me riaftësim të organigramës aktuale, por gjithashtu dhe me një riorganizim duke e shpërndar, le të themi, ato njohuri mbi një staf të përgatitur dhe me një staf me ato specializime dhe aftësi të nevojshme për të qenë drejtues dhe për të qenë gjithashtu nismëtar drejt aderimit të tregjeve më të gjëra europiane dhe ndërkombëtare. Ndërkohë, Zot Gjani, edhe strategjia evidenton mungesën e fuqisë punëtore dhe hendeku të aftësive dhe në një situatë tillë kërkon zgjidhjen ose një lidhje më të fortë mes sistemit arsimor, formimit profesional dhe nevojave që realisht mund të kenë sipërmarrjet. Këtë ndërlidhje më të fortë, kush mund ta bëjë? Duhet të jetë AKPA-ja, mund të ketë institucione të tjera, mund të jenë vetë shkollat, mund të jenë vetë bizneset, si duhet ndodhë? Në fakt, sistemi arsimor është një ndërlidhjet kryesore që do duhet të bëjë një vetërregullim midis të rinjve, të cilët planifikojnë të ardhmen e tyre dhe nevojave që ka tregu i punës. Dhe shpesh herë kjo ka munguar, duke çuar më pas në një formim të gabuar të rinjve drejt degëve tradicionale, por që më pas dalin në një treg pune dhe hasin vështirësi për të gjetur vende pune disponible apo vende pune joshëse, le të themi, për karrierën e tyre, ndërkohë që sipërmarrjet të tjera apo drejtimet të tjera hasin vështirësi pikërisht për të plotësuar kapacitetet e nevojshme në mënyrë për të jetuar dhe për të qëndruar në treg. Dhe pikërisht kjo mendoj se është një element kyç në mënyrë për të bërë një vetërregullim të tregut të punës. Sistemi arsimor do duhet të ketë një forcë orientuese më të gjerë dhe më të madhe në qoftë në ata studentë të cilët e kanë bërë zgjedhjen tashmë duke zgjedhur arsim profesional apo shkollë të lartë, por gjithashtu dhe në për shkollat e mesme në mënyrë që të riorientohen vërtet aty ku ka nevojë tregu i punës dhe vërtet aty ku aftësitë e secilit nxënës apo student mund të zhvillohen për të qenë realisht konkurrues në treg pune. Por të mos harrojmë se tregu i punës është kompleks dhe normalisht faktorë të tjerë apo le të themi dinamizma si ato sociale, të cilat shpesh herë kemi largime të fuqisë punëtore, po ndikojnë gjithmonë negativisht në tregun e punës, por jo vetëm shohim një ndikim të zgjeruar në skemën e pensioneve, të cilat sjellin më pas një efekt zinxhir të tyre problematikave ku sipërmarrjet shpesh herë detyrohen në pamundësi të gjetjes së fuqisë punëtore vendase të marrin punonjës të huaj. Dhe kjo situatë arbërësht, mendoni se do të jetë kalimtare apo gjithmonë më shumë ne do të shohim punonjës të huaj në vendin tonë? Për fakt të keq, nëse nuk do të kemi ndryshime drastike apo një ndërhyrje të menjëhershme, mendoj se jemi përpara një situate që do të normalizohet dhe mendoj se shifrat do tregojnë një rritje të marrjes së punonjësve të huaj nga jashtë, pikërisht për të plotësuar ato kapacitete që kanë sipërmarrjet në tregun e punës në Shqipëri. Kujtojmë se plagja e shoqërisë si fenomen nuk lidhet vetëm me fenomene sociale, por lidhet drejt për drejt edhe me plana afatgjate të disa investimeve të huaja, të cilët nëse në vitet 90 e shikonin Shqipërinë si një vend i artë me një fuqi punëtore të re, me një shoqëri të re në moshë dhe kishte një interes të shtuar për të investuar, tashmë të bën të mendohesh dy herë në momentin e një investimi serioz, sepse pamundësia për të gjetur kapacitetet e burimeve njerëzore ekziston realisht dhe normalisht është një ndër elementet kryesorë kur bën një strategji afatgjatë investimi.
Mendoj se zhvillimi i turizmit akoma nuk ka arritur potencialin maksimal dhe kjo do të kërkojë që sipërmarrje të reja dhe hapje të vendeve të punës përtej atyre aktuale të vijojë. Dhe normalisht zgjidhja e vetme aktuale nga këto kompani të lidhura drejt për drejt me turizmin është gjetur vetëm në marrjen e fuqive punëtore të huaj. Shifrat këtë vit e tregojnë një rritje eksponenciale të lejeve të punës dhe qëndrimit dhe gjithashtu dhe disa ndryshime në ligje të cilët kanë lehtësuar praktikat për lëshimin e lejeve të punës dhe lejeve të qëndrimit, qoftë edhe atyre me një afat më të shkurtër se një vit, tregon pikërisht që alternativat po orientohen drejt kësaj zgjidhje në mënyrë të qëndrueshme dhe jo një zgjidhje tranzicionale apo kalimtare për situatën e vështirë që ka tregu i punës. Arber, ekziston mundësia që ata punonjës shqiptarë që kanë zgjedhur të punojnë dhe jetojnë jashtë të rikthehen, apo duhet edhe një strategji e mirëfillt në këtë aspekt për t'i bindur qytetarët shqiptarë që punojnë dhe jetojnë jashtë të rikthehen, apo kjo mund të vi gradualisht me rritjen e standardeve të vendit tonë? Kjo kërkon patjetër ndryshime në çdo aspekt, pasi shpesh herë largimet nga Shqipëria nuk lidhen drejt për drejt vetëm me standardet të kontratave të punës apo qoftë edhe nivelit të pagave. Këtë ka treguar më së miri që rritja e vazhdueshme e pagave nuk ka pasur një efekt të konsiderueshëm në rikthimin e shtetasve shqiptarë që janë të punësuar jashtë, por mendoj se disa strategji të tjera të cilat mund t'i japin mundësinë atyre të rikthehen si investitor apo të rikthehen me një potencial për të nisur një nisë të tyre private, më tepër se sa një karrierë punësimi, do të ndikonte më tepër aktualisht në kushtet që ndodhemi. Nëse do të kemi më pas një rishikim të garancive që Shqipëria dhe shoqëria shqiptare mundet t'i ofrojë këtyre shtetasve duke i garantuar një shoqëri më të qëndrueshme, mjeksi, arsim më të zhvilluar e tjerë, besoj se do të jetë një element joshës më tepër për ata për të rimenduar kthimin. Por e shikoj sërish shumë të vështirë në kushtet aktuale që një person i cili është stabilizuar tashmë në një vend të huaj të rikthehet për një karrierë punësimi, më tepër do ta shikoja si një mundësi për t'u investuar në Shqipëri dhe për të qenë i pavarur nëse këtë gjë nuk ka arritur ta krijojë në vendet ku ai ka emigruar. Në lidhje me paradoksin që ekziston në vendin tonë, papunësi, sikur se thatë ju, është me ulta e gjitha korave, me ulta ndonjëherë, por sërish kemi mbi 8% papunësi. Në anën tjetër po importojmë punonjës. Ky paradoks, Arber, mund të ketë bëj jo vetëm me aftësitë ose ndekun e aftësive, por mos ka të bëj njëkohësisht me përqendrimin e gjithçkaje në kryeqytet ose në aksin Tiranë-Durrës më së shumti? Po, shumë e vërtet, përqendrimi në këto qytetet kryesore, por gjithashtu dhe ata punonjës të cilët preferojnë të kenë një punësim sezonal në vendet fqinje apo në vendet europiane më pas të rikthehen, figurojnë si të papunë në Shqipëri për fat të keq dhe kjo bën që shifra e papunësisë të jetë akoma artificialisht më e lartë se sa ajo që mundet realisht. Gjithashtu përqendrimi i sipërmarrjeve në një zonë të ngushtë industriale si qytetet e mëdha Tirana e Durrësi vendosen në vështirësi ata qytetarë të cilët janë në rrethina për t'u gjetur në një punësim të qëndrueshëm dhe në një sipërmarrje serioze për punësim. Dhe kjo normalisht që shkakton ato probleme të tjera demografike të brendshme si një migrim i brendshëm dhe një le të themi densitet të lartë në këto qytete, ndërkohë që po braktisën qytete të tjera, po braktisën fshati pasi kanë humbur atë interesin për të punësuar në bujqësi. Këtu do duhet që të ketë një rol vendimtar qeveria duke riaktivizuar një mbështetje për bujqësinë dhe për ta rikthyer si një burim të ardhurash për ata banorë të cilët janë në qytete ku bujqësia ka pasur zhvillim dhe për të ndalur atë trendin rënës dhe deficitar që bujqësia ka pasur të paktën 3 vitet e fundit. Kjo do të garantonte vendet të shtuara të punësimit interes më të lartë për popullsinë për të qëndruar në këto qytete dhe normalisht do të kishte një rishpërndarje më të drejtë të vendeve të punës dhe punësimit në sektor, duke mos parë turizmin dhe ndërtimin si sektore të vetme garantuese, qoftë për tregun e punës apo për ekonominë shqiptare.
Arbër edhe një pyetje të fundit për ta mbyllur bisedën. Sa të rëndësishme janë zbatimet e strategjive që ekzistojnë si për punësimin, si kjo e publikuar së fundmi për zhvillimin e ndërmarrjeve, por që ka të bëjë drejt për drejti edhe me punësimin. Dhe duhet ketë njëkohësisht më së shumti, sepse strategjit janë, por një bashkëpunim mes të gjitha institucioneve të përfshira në mënyrë që ky endek që ekziston mes kërkesës dhe ofertës në tregun e punës të ngushtohet. Siç e thatë dhe ju, shpeshherë përgatiten strategji shumë të mira në letër, por problematikat janë aplikimi i tyre në praktikë dhe garantimi i mbështetjes qoftë financiare, por qoftë edhe njerëzore që këto strategji të mira në letër të aplikohen dhe të sjellin rezultate pozitive dhe në praktik. E shikoj që strategjia edhe për të cilën po flasim në vetvete është një strategji e mirë menduar dhe normalisht mund të sjellë pasoja pozitive në rregullimin e tregut të punës, por do duhet që garancitë financiare dhe mbështetja reale dhe konkrete nga ana e qeverisë të ndjehet për sipërmarrjen dhe biznesin në mënyrë për të frenuar këto element negativ që kanë çuar në një çrregullim të tregut të punës. Arbër, ju falenderoj për gjitha mendimet dhe sjellja në studio, ditë mbar në vim.